Dy gra kanë humbur jetën në Kosovë brenda vetëm 3 ditësh. Njëra prej tyre ishte 25 vjeçare dhe shtatzën në javën e 34, ndërsa viktima tjetër ishte një 80 vjeçare. Këtë raste kanë nxitur reagimin e kolektivit për mendim dhe veprim feminist, i cili ka organizuar nesër protestë në Prishtinë. Protestën që e kemi organizuar si kolektiv feminist, që do të bëhet nesër prej orës 12 në sheshin Zahir Pajaziti, ka për qëllim që me bë thirrje që vrasja e grave me u trajtu si urgjencë kombëtare. Nuk kemi më kohë për shkak se kjo po na kushton me jetë të grave dhe të vajzave që po vritin, kështu që na vyn një zinxhir institucional funksional i cili kish me mbrojt gratë dhe vajzat prej femicidit. Hyseni u bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen dhe të ngrisin zërin. Nesër ju ftoj secilin që tashmë po e sheh se çka po ndodh në Kosovë dhe për secilin gru që është vrarë me ardhe dhe me protestu me kërku drejtësi. Prej orës 12 në sheshin Zahir Pajaziti. Protesta synon të rikthejë në vëmendje sigurinë, të drejtat dhe trajtimin e grave në Kosovë, si dhe nevojën për reagim institucional ndaj rasteve të tilla.